Në ngjarje si keni tregu forë, o që ke në mendje, në shpirt, ta shkrush, ta rrëfesh. Po na me 26 maj e kena pas ofenzime më të madhen që kena marrë në zonën e Pashtrikut, operacioni Shigjeta. Edhe ato i kena dhonë vullën, që thojnë vullën motorik Serbia. Se Serbët kanë mendu se na kena luftu, nuk e kem dit me sa. Na kur jena në luftat e 70 vetë. Na kena menu që ko pak, ata ishin në zonën në Shqipni, dikon 10 kilometra Serbë. Kishim pas morë atë territor, po ata e kam posë i loshin ka 3-4 vetë në rove, po pishin natën, ditin flenshin në poka ju, po me morë territor. Edhe thashtën në dit, edhe NATO në ka ndimu kuptohet, mendimin e natës, edhe thashtën atë ofenzimi si kena morë na, ata e morën tutën sërt. Thamë po inë 8.000 forca tu që kësë, në 70 ishmi. Jo 8.000 për 70. Po ke pos moral, edhe morëm atë ofenzivën, e morëm kodrën më të naltën atje në Pashtrik, që si kena lonë sërt me orë më kur për pje. S'kan mujtë më në gjithë në të kodë. E lëshon një herë, ne morëm, edhe s'kan mujtë. Po, ata non-stop kanë granatu pipezve më në gjesë. Te rinë mbromje të granatu, ana që që në helëm, i më nëshme ato maskat. Na që që në helëm, për fati junë, në alësia më dhe, e shduke helmin edhe jekshme ato. I kena pas marru, komandantin në tha marru një vorre, pa të marru vorre për 2 veta. E kur janë që në ta me granatu, na hishmi në vorë njën djatë njën shmajt, në raft, mlohesh edhe u krys, keshëm zgjidhe tjetër, kodre Allahit. Po, ata për shdo det, na edhe morëm edhe një ofenziv dytë, për mi tranu halo ma shumë edhe i nëzitëm ata edhe jashtinëm tutën. A i tranut? I tranum edhe jashtim tutën. Po folje shqiptarësve, jashtinëm tutën. Po tash në roni dëshmori, ndërzim logiqi me 5 qërshur, edhe në plagosën 3 vetë. Në plagosë ajet marina shumë keqë, edhe në gjatë vuniqi. Ta ashtën ishin ofenzimëve të mdhaja, s'kishke kush i ndimojke, se a me luftu, a me ndimu. Po në isha maj reve edhe më takojke mi marrë ata, mi bartë, mi qitën në aton kufinin në Shqipni. I kem bartë me shqiprimin e Shqipërisë, se nuk e një, se atër jena taku edhe më kur se na po që 20 Sovjet luftës. A të shkjetë kjo emision isha, Allah në shë. Nashta në shë e di, nashta dhe mëj me gabu dhe ne amën, po nashta s'ma ze për të më dhe e di për shka në gjarja. Edhe të ashtë i morën ata 2 shuk, i qumë në shpel, ka nejtë Amerikanë, ja dhanë ndimën e parë, se i dollën zorë për jashtë, edhe ja dhanë ndimën e parë, ishtinë në zorë mene, pështjellën, edhe tash për në thonjë ta, pa qarë dhëtë me qunë Shqipnia të na. Po, ishke një qeshme në kodër, atje edhe mas qeshmes, kodrës, ishin forca tona që rrishin autoblindat, municioni, ishin krejt gjithë atje. Por atje në kodër, pej Prizrenit, Granatej, ke Pijakovës, nuk në aloke ratë, se dike që mushmi ujë atë dhe, më në zonë neve atë në metke shumë. Shumë në kam i të ushtorat dhe. Edhe tash na, s'kuce ke kush më në animu, s'kishin edhe faj, se se cili këshërke edhe me luftu edhe si të zheshin pozicionet e veta. I qëtëm në tona kufinit, kur dolim në tona, ajo autoblindi por që erdhë, që lej pori, e kishme mik shpijes, po më pidhim të shokët, apo pështën asë po pështën, se a i nën stop lëvke uj, unë kër e prek shumë, së më thaj, anglezë, preke ka pak bus, thaj qanë bus, apo mësë po marak, po mi dhonë uj, zban. Edhe tash na pi lodhes, pi mërzijës, na me të shokë i vronë atje, edhe dolim në tona kufinit, kur dolim në ato kufinit, po më thot taj në autoblindë, dhe tha, paro këtha pas ke pështu shi gjëzotit, thash po kush je vlo, thash ti, a unë jam malufshi, thash po më vje kesh s'pot një, mërë mi ki shpijës, tha, bi përna me në amë një babës, po në se ngësha dhe shka fol kjaj, po thash më kujtuan, unë i këshka qëllime apo më pështon shoku. Edhe dolem ato në ato në kufit Cahan, në Shqipërinë Cahan, kur dolem ato në ata e morë me atë shokun, e morën në Bolonca, e vazhdojnë në Tiran, e unë e tashtën, unë ole dhe unë tova, kuptohet e rrugë e madhe, po unë e po dhe vokë, po më thëtë një shok, pse një, rastisht atë në. Da ti tha këpuca, tha se, pse pimon, tha kështu. Edhe tash i dodhi unë këpucat, si ti dodhi këpucat, 2 javë pa i dodhi këpucat, përse gjakui, së një madhë shumë. I njëtë këpucat i kam halo, luftës, falë. Halo njëtë edhe këpucat. Kështu janë? Kështu janë, të këpucat. Edhe tashtën nuk më isha më mi madhë. 2 dit
mua nuk më qeshë më këthy më luft. Me të kemë marak me arti, shoku i vranë, lullzimi, me varros, si ka i, edhe unë atje më kam, po s'pa ta fatë. Mas 2 dite, që është të lehtë të dyshysh edhe këthejva prap të shukët atje, vazhdova luftën, deri në fund. Në operacion Shigjeta. Si ndikoj lufta në jetën dhe në familjen tuaj? Shumë, unë jam krenar për krejt luftën që ka E qenë. bisedoni me bashkëshortin? Megjithatë bashkëshorti jem është i ndjerë, ka vdek. Tash 3 vjet do boj me 25-in. I keni shkruar kujtimet? Krejta i kam një libër, krejt kujtimet, do më thonë. Po tash fëmijët ç'a thonë? Fëmijët i kam shumë, Ç'a thonë mami si ka qenë lufta? krenohen Krenohen? fëmijët, e ne i kam disa fëmijë, Zoti i rujtër kudo që janë, krenohem edhe unë me ata fëmijë, se janë vërtet shqiptarë që e ndin veten se prap kanë borç ndaj këtij populli. Ndaj këtij vendi. Nëse muj me plotësu e divertën, unë me burrën e saj edhe me këta jam luftë dhe pas luftës, ku kena vazhdu aktivitetin deri në fillimin e luftës në Liri në Maqedoni. Më thonë, kona aktiva nuk i ka pushu aktivitetin në ndjeri, për çdo moment ja ka kushtu Deri në atë frymën e dhe fundit. edhe tanë ja ka Burim ka kushtu qenë edhe në luftës. Shqipërisë natyrale për me bu bashkë. Se ai ka qenë edhe në luftën në Maqedoni Burim. Në të gjitha? Në Preshev, Moj, po gradecare, s'po du me e këthy ma që jemi rrën nga Kosova. Jo. Po gradecarja. I kemi gjitha ta dëshmor nga Shqipëria më. Që kanë ardhë, kanë dhënë jetën për atë dheunë të tyre. Se gjaku s'bëhet uji. unë nuk kam qenë asnjëherë në për programet e televizorit, po edhe as nuk kam dalë, do më thonë, në për që këto gjona, ama do më thonë duhet ta dinë njerëzit se ka ala femra dhe ala motra edhe nona që e vajtojnë këtë vend për fëmijët e vetë. E në kudo, kur edhe me konë e në sot me më thonë, unë jam gati se neve e dumë këtë vend tjeti lirë. Gjithë të në gati. Kjo dhënë betimin. Gjithë. Jeton. E jam betu për Çfarë mësimesh e morë nga përvoja, nga në luftë? Po nga përvoja mësimi i parë ka qenë sulmi ndaj armikut, edhe mbrojtja edhe shokëve dhe vetvetes. Këta janë mësimet primare të luftës në luftari. Këta janë ato shembuj që me mbrojt bashkëluftarin edhe me sulmu armikun. Nëse do t'ju pyesja se cilin, sot, s'ka diçka ma sublime se sa në jetën tonë të shqiptarëve, se sa ushtria shlirimtare e Kosovës, çka përfaqëson liria për ju dhe sot? A jeton? Liria përfaqëson, para se me thonë çka përfaqëson liria, na nuk jemi plotësisht lirë, pa lirimin e shlirimtarëve që gjykohen padrejtisht në hog. Unë si ushtari i shlirimtarëve të Kosovës nuk ndjem i lirë shpirtërisht edhe pse Kosova është e lirë, edhe pse Kosova është shtet, ne kemi të mankë lirinë pa lirimin e shlirimtarëve të prezëve të luftës tonë. Sot, në ditët e lirisë, fëmijët janë rrit, Janë të rritë shumë. edhe kërkojnë në njëherë t'ju rrëfesh për luftën. Të drejtën, shpesh më rrëfej me fëmijët, kur i kam mbrojnë, se zakonisht ato punojnë të tret, edhe me punoj. E kur bomi nga njerë kështu, si shaka, ju të regoj. Shto rrëfenja, a kemi në një shkru në i herë me... Po, vajza mi ka shkruar kështu. E kam një fletore A4 në shpi, që me ndoj tash në tarmën, tash nuk e di sa do të kam Sa ymër. të bëhet një libër, një Po, ditar, ta kenë fëmit si ditar. E kam djalin e vogël është ma shumë i dhënt nga uniforma e luftës. Ai më shumë t'i donë dije më shumë për luftën. Se ma trashikon emrin e vllaut, ish ushtari ushtrisë militare të Kosovës, tani është i ndjerë. Vllau, në 2002 më ka vdekur, pas luftës, dhe më e ka kry luftën, e ka kry misionin. Lirin e ka përjetu. Lirin e përjetoj. Pak i Pa pavarësi, po... Po, sa do këtë, e përjetoj pak, e aj është ma i dhëndë. Aj është ma i dhëndë.
Ai shpesh herë më në pyetje, babi, si bëne, ku bëne, shka bëne, është shumë interesuar. I don rrëfimet në detale. Është shumë interesuar, se më drejtën ajo shumë interesuar. Tani shpesh herë si në shaka, thot, e di çfarë emri kam unë, kam emrin e madh. Si e ka emrin? Avdi, po. E gëzon, tani, thot, unë thot do ta mbroj, thot këtë. Këtë emër? Po, realisht. Këtë mbledh. Po, këtë mbledh. Këto të rishkëroni ata. Shpesh herë i vesh uniformën, bën foto, thot babi, thot, këta thot i kam dhurat nga ty. Edhe uniformën Saleme, ato më kanë blerë. Uniformën Saleme të që këstani që... A, që kemi, që është bërë? Janë bërë fëmit për ditlindje. E kom pa komandant Shkupin me... Po, i kena edhe ne i kena. Që ato i kemi edhe ne, edhe kisha ditlindjen, nuk kam ditë, kam marrë nga puna. Ishte, të më drejten, ishte Ramazan. E thamë, nusë, thamë, livrit diqka, për iftar. A fa se bëndë, më rëtë thash, livrit diqka, thash, se iftari dhe në kohë në akik. A be tha se bëndë. Okej. Të më drejten jam shtring, kështu popullorë që në ka uqë, edhe pres. Erë vajza nga puna, babi tha që vesha. Thash, ku? Tha që vesha, tha do qëkojmë, tha dikon, tha që vesha. Thash, jo, thash, do qëndrëm shpjet, thash, jo, tha që vesha. O vesha, shkuam në një restoran, apo e kështë bazbo pregaditje të kejtë. Ndarë kam qenë veç me familjen time të ngushtë, me fëmijët dhe me gruan. Kurse pas iftarit, kishin bë komplet fare fisin tim, e kishin ftu. Për kafe. Edhe isha futut një, kyrën e djalin këton e kyri vajzën këton, qa bo? Arrete. Okej. Të ndrejten e kum një knatësi. I adhurojnë luftetarit liris, Po, veteranit luftës, uniformën që ndëron e që ka ndëruate. Kam qenë edhe pjesëtari i trupa mbrojtjes të Kosovës, deri në fund. A keni qenë të gjithë pastaj pjesëtar të trupave? Jo, unë jo pak, pjesërisht jam të rejtë. Edhe unë po, kam qenë të mëka. Jam penzion para koshëm. Se që ka butë është? O lo, A u lë? Të drejtën qyre, uniforma për të abartë, uniforma është pak e loshme. Pa, sigurisht. Kërkon përgjësi të shumë fishtë. Se je 24 orë, 0 je aty. Nasmi, Burë. që ju thotë rritë kërë i takon, pysin për luftën, për lirin? Po që kam ju thonë bre na edhe me qëpar mundimi e banëm shtete, e shpallëm pavarësien, e formum ushtrien, e formum policien, e rinien më të mirën, më të shnoshën, më të shkollum në i murë Evropa. Që të dhemë? Që kjo më brengos më shumë që njerëz më të shkollum për në i morën të hujt, të gatshëm. Që kjo dhimje shumë që më brenë ton jetën në shpyrë të shto. Faruk, kur të pysin tani, se e kanë kalu do vite, ju të dy djemë të ri në luft, po, jo, u ba 27 vjetë, 27 vjetë të tjera. Këtu Agja Salih, Sofia, përga se më thekë, po do vjetë, të ishin do vjetë, do si vjetë, do në vitin tjetër, ato po bënë. Me gjithatë të pysin se njerëzit banë kërështarë, sidomos të ri, por për fatkeq, ju këni marë barë të rënë, bi vete, bi shpatullat tua, ja. Kërkohet të rjetën t'jeni shembull se ju një luftetarët e liris, jeni luftetarët e luftës fituse, se ne kemi fitu këtë luftë. Ne kemi bën këtë vend të lirë. Ju jeni luftetarët fitus. Kudo që keni hy mas luftës, kena mujt në Baballosh mu taku Babakia, kur keni zbrit prej Kosovës. Se kam qenë ato momente, keni zbrit luftetar fitus. Kur të pysin për vlerat e kësaj lufte, kësaj lirije, çka ju thu? Unë i thamë shpesh edhe të rive, runë mos shkelni gjakun e dëshmorëve. Pikë spari. Gjakun e dëshmorëve. Edhe lexoni për historinë e Kosovës. Shkruaja një. Shkruaja atje. Unë për vete e kam edhe ditarin e luftës, edhe kjo për mene thmija i vogël, edhe të unë thmija i vogël e shumë interesun, djali i vogël. Trembile ka emnin, a i gjithmonë më rre
edhe ka qef edhe bën ingjezime. E I thon pse djelem thotë se në shkollë na pyesin shpesh herë unë më që gjesht. Edhe flas lirë shumë. Edhe flas për këtë vendin tonë edhe për prindin tim. Inshallah kjo rini shkon në rrugë edhe pse na kena bërë mundin, edhe që kena menu na më kon kjo Kosovë, nuk na ka dal. Nuk është krejt? Nuk është krejt. Si kem shok, I kem atje në Haga ta kuptohet që tha dhe jetë unë, inshallah sa ma prek na vina ata mesin tonë. Si e cek edhe kjo për na ikin mërgem, na s'kena luftu për me ikin mërgem, po çka me vogë, tash ky shteti I ri. Eliverta, a studente e Tiranë, e ka një shpesh, e këndoj Amaman kur puta shkova, se në Prishtinë student qëllova, pjesën e dytë, se në Tiranë student qëllova, e këshim dëshirë. Tani, sot e takova njerin, sot, bashkë sot, e thash, ku më shkon tha, po shkoj te në Tiranë, o sot, sa mrekulli, dikur thoshim se do ta shohim kur, se do t'na lënë, se na ndanë për t'na bërë të ndryshëm. Sot, kur shkon në Tiranë, sigurisht, të pyesin gjithmonë, gjeneratat e reja, për luftën, për betejë, për liri, pyesin familja jeme, po, shumë, për mua është një kënaqësi se unë kam qenë në gjyq të Hagës në protest, kam qenë në Shqipëri në protest, në Shqipëri e falenderoj profesorin mbas shumë vitesh, mbas 28 vitesh e kam taku në protest, ishte 94 vjetë, në gjithë shoqen ai nuk më ka njoha, ma unë e njoha, shoqja më njohi ati, unë jo se kam njoha. Po unë, kënaqësia e jeme është se jam shqiptare, edhe për herë them se jam shqiptare e gjithë të rojeve shqiptare, jo shqiptareve që Shqipërisë, edhe du të jetë një Shqipëri e bashkuar. Që kjo mu bën më krenare. Betimin e keni bërë ashtu? E ashtu e kam bërë? Betimin e keni Edhe bërë jemi ashtu? në betim. Edhe në betim vazhdojmë. Vazhdoj. Edhe Unë jetojmë. këtë e njohi 27 vjetë, po, që këtë po 28 vjeta 29, se bashkë kena kom bashkë në shigjetë kena qënë bashkë. Do më thonë shoqënien që e kam unë krenohem, edhe ju, se të them, jam një motor ose një në mes të gjithë këtyre, se ne jena një 15 vetë, shok jena, e ne... Që të doheni? Gjitha truje, Bisedoni? gjitha truje. Gjithë Atë trojeve gjitha jena, Gjitha truje. edhe krenohem që jam në mes të këtyre, një motor, edhe më mbajnë shumë mirë, kam respekt veçantë, Një Shqipon. Shqipon. po edhe Shqipon Edhe ma emrin kanë e kena vënë. lënë Shqipon. Aty do të Emrin? mos ta ndërpras. Vërtet? Po Po, jemi ma kanë vënë në Shqipon. jemi një grup bashkëkohë gjitha miqve treva shqiptare. Jemi 16 veta realisht. Këta e kemi Shqipun, këta e mojnë mas veti, jemi me uniformat solemne që i nderojmë dëshmorët, betejat, ofenzivat, ku kemi mundësi. Desha ta përfundoj se për këtë uniformën e soleme, unë kur kam qenë gjyq të Hagës, kur ktheva për gjyqës të Hagës, e në fëmijët, kur e morëm vesh se unë për familjen e Jashareve do isha atje me lullëzimin, se me lullëzimin kam qenë të më ka bashkë. E ne tha do shkosh ta nani, tha në, dhe tha po. Tha ti, tha do shkosh ta të Vestër Unioni, tha se fëmijët tha ti kanë dërgu pare ta blesh uniformën. E që ata I falenderoj fëmijët, se uniformën të më kanë drejë. Ata Vestër Unioni se ti kanë dërgu Fëmijët pare ta blesh uniformën e ne ta gëzosh ta se... Sa bukur. Se është 8 marsi, ishte kur E ta cila vorën si dukur. veterantë e luftarëve të mëdha, ju identifikoni ju mban. Tani kjo është vërtet. është 8 marsi, tha, është dita e familjes Jashari, tha, e në të dita që ti tha e ke nisë këtë rrugën e nuk do ndalesh, po. E në qajo është për mu gjyrë të mbojnë kombët, nuk do ndalem. Ene. E në do shkoj ku Tek të ne jetë. e ti që nuk heqim Jo, dorë nga jo. Shqipëria jonë. Jo, O, se ku këto. pasi ti jo, O Shqipëri. Shqipëria ime, o, fisnikja për mbigur. A këndoni do një herë kështu? Shumë pak këndoj, se... A këndoni do një herë kështu kur edhe thoni Po, kujtimet? shok Po, me shok, po. kur jena Cili këngë shqyqës. këndoni? Këngët e uqëkës, këngët e... Po, Këtë këngë të ushqykës. Ato Kreshkat na e tërheqën. Kosovës, A? kuptohet. Kreshtat e Kosovës ma shumë të Mas shumë ti. Kreshtat e Kosovës. Ta është edhe kë përpajëm Roma që ka qitë po edhe kongën, këtë të... tri shkruan e Se ata janë arta, shokët tonë na I që dridh janë atë zemrën. grupin.
E kur jemi të përparimi, e falenderojmë nga zemra sepse është bërë sebeb që unë t'ju kem musafir. Sot e të bashkëbisedojmë, sepse në realitet këti veni i mungon rrëfimi juaj. Rrëfimi juaj është historia. Rrëfimi juaj është vetë liria. Dhe ky rrëfim nuk duhet mungoj. Për shkak se është historia, është liria, mbi të gjitha. Është krenaria më e lartë, më sublime e këtij veni, që kur do që të rrëfehet, e të flitet, e të tregohet, do të jetoj për mileniume, për jetëve, si gjëja më e bukur, se më ka ba mua të lirë. Ju ka ba dhe juve sigurisht, ma ka bërë të gjithë dhe të lirë. Sot jemi në vendin e lirë, ku kemi mundësi ta ndërtojmë ardhmërinë tonë. Në një emision nuk është të thonë për të thonë e për të dhënë të tërën, sigurisht kemi shumë, ju i në rrëfime të gjata për të thënë. Po do t'ju thoja, si që kam thonë në plot takime me bashkëluftëtar, që amani, nëse asgjë merreni telefonin, qiteni dhe rrëfeni telefonit. Se rrëfimi juaj, duhet ta them edhe një herë, është vetë historia. Shumë faleminderit. Faleminderit.